Pikërisht këtu, tek raporti me varfrin, qëndron edhe arsyeja pse ne jemi sot mandat në 4. Dhe dua ta nis duke cituar Eurostatin, Institutin Evropian të Statistikave. Shqipëria ka një nivel më të ulët rreziku për varfëri sesa Serbia, sesa Malizi, sesa Bullgaria dhe sesa Turqia. Dhe Shqipëria është më pranë mesatares së Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Këtë e thot Eurostati, nuk e them unë. Po vazhdoj me një tjetër burim serioz që përsëri nuk është burim qeveritar, lidhur me ndryshimin e peshës së ushqimit në buxhetin e familjeve shqiptare, i cili ishte afro 50% si peshë në buxhetin familjar kur ne morëm detyrën, dhe sot është nën 40%. Ndërkohë që sipas Bankës Shqipërisë, jo sipas qeverisë Shqipërisë, të ardhurat e disponueshme reale të familjeve shqiptare janë rritur mesatarisht 4 deri në 5% në vit në periudhën 2021-2024. Dhe po e mbyll me Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili jo më larg se pak ditë më parë tha Shqipëria është ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë. Me politika fiskale dhe monetare të kujdesshme. Këto janë burime të pa dyshimta për pavarësinë e plotë tyre nga qeveria e Shqipërisë dhe nga shumica parlamentare në Shqipëri. Ndërkohë që dëgjova këtu se në Shqipëri pas ka një taks korrupsioni, dhe dëgjova edhe që me 450 milion euro të inceneratorëve mund të bëhej një rritje agresive e pensioneve. Problemi është që ky 450 milion euroshi është thjesht aritmetika e ati që mua më mungon shumë, por që e kujtoj përmes jush, 7-7-42. Ky konstatim nuk figuron asgjë kundi në asnjë nga fashikujt e një çështje të hetuar thellësisht prej shumë vitesh, ku jo 450, po as 45 nuk duken asgjë kundi. Që do të thotë që gënjeshtrat tuaja të vetëdijshme apo të pavetëdijshme janë me 10 herë mbi realitetin. Për sa i përket tunelit Llogaras, dua të them se ai 50 milionshi është si 450 milionshi i inceneratorëve. Dhe në ndërkohë rrini fort ligjit andej. Në ndërkohë natyrisht që sot pikërisht pse drejtësia është e pavarur, shqiptarët i referohen drejtësisë edhe nuk i referohen atyre që duan të bëjnë prokurorin rrugëve, dhe që pastaj kur dalin në rrugë mbeten kashte koqe, siç më thanë se kishin mbetur përpara një 2 netësh. Dhe e fundit që kam në këtë aspekt është kënga e mjerueshme e fondeve të bujqësisë. Dua t'i them shqiptarëve se Olafi
i cili bën hetime për llogari të Komisionit Evropian për vitin 2019 dhe 2023 nuk ka gjetur shkelje të njëjtës natyrë siç ka gjetur në Shqipëri, vetëm në këto vende: Luksemburg, Maltë, Qipro, Irlandë dhe Hollandë. Ndërkohë që shuma e vendosur nga Olafi përpara vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, që nga Italia tek Greqia, nga Hungaria tek Portugalia, nga Bullgaria tek Danimarka dhe Estonia, nga Polonia tek Rumania, është mbi 1 miliard euro. 1 miliard euro që në konsideratën e zyrës së hetimit të Bashkimit Evropian janë të keq administruara. Kështu që duhet të mësohemi edhe me këtë aspekt, sepse jemi pranë Bashkimit Evropian dhe thjesht duhet të ulim kokën, të korrigjojmë çfarë mund dhe duhet korrigjojmë dhe gjithmonë të jemi të hapur për të korrigjuar përmes jo ndërhyrjes apo refuzimit të auditeve apo të hetimet pavarura, por përmes respektimit tyre. Edhe kjo është një arsye pse kemi hapur gjithë kapitujt, edhe kjo është një arsye pse shqiptarët na besojnë ne dhe jo juve. Në ndërkohë, ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, sepse për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Dhe e mira e kësaj pune, që gjithmonë vjen pastaj në favorin ton, është se fjalët i merera, faktet mbeten, dhe në ndërkohë ato që dëgjojnë njerëzit nga foltoria apo nga tryezat e këtij parlamenti kanë mundësi të vërtetojnë në muajt dhe në vitet që vinë, siç i kanë vërtetuar të gjitha ato që ne kemi thënë. Kështu që sa më shumë do thuhet që ne nuk po rrisim pensionet, aq më shumë pensionistët do të binden se nuk ka asnjë alternativë tjetër në Republikën e Shqipërisë për ta dhe për niprit dhe mbesat e tyre përveç Partisë Socialiste të Shqipërisë. Vijojmë me mbrojtjen shoqërore. Mbrojtja shoqërore arrin sot me këtë buxhet në 257 miliard lek, ose me një rritje prej 11.6 miliardësh, që e thënë ndryshe janë 116 milion euro. Kjo shumë për mbrojtjen sociale, ndërkohë që nga një anë varfëria ulet, nga ana tjetër papunësia ulet, është më shumë se sa 2 fishi i mbrojtjes që kishin shqiptarët kur ne morëm detyrën. Më tutje, pensionistët janë kryefjala e këtij buxheti dhe do të jenë kryefjala e këtij mandati. Por pa diskutim, pa harruar edhe ata që vazhdojnë të jenë në skemën e ndihmës ekonomike, pa harruar përfituesit si persona me aftësi të kufizuar dhe pa harruar edhe domosdoshmërinë për një qasje të re dhe një shtysë të re në aspektin e strehimit, e duke mbetur besikërisht pranë të gjitha familjeve të reja me vazhdimsinë e bonusit të bebes. Nga ana tjetër,
jemi sot në një tjetër vit, me një tjetër buxhet dhe me një tjetër paket fiskale, por mbetemi besnikërisht të palëvizshëm nga pozicioni ynë se deri në vitin 2029 biznesi i vogël nuk do të paguaj tatim fitimi. Dhe atyre që flasin për varfëri dhe që flasin për papunësi dhe që flasin për taksa, duhet ju them se Shqipëria ka nivelin më të lartë të biznesit pa TVSH në të gjithë Europën. 100 deri në 100.000 euro xhiro, biznesi nuk paguan as tatim fitimi, as TVSH. Ndërkohë që deri 140.000 euro nuk paguan vetëm tatimin e fitimit. Dhe në këtë pikë jemi pa diskutim jo vetëm shumë më lart në të gjithë rajonin në mbështetje të biznesit vogël, por me herë. Mjafton t'ju them që pragu i TVSH-s për bizneset vogël në vendin fqinjtë Maqedonisë së Veriut është 16.000 euro. Nga ana tjetër, një tjetër zotim i dhënë në pranverë dhe që mbahet në këtë buxhet është rritja e pagës minimale që qysh prej janarit do të jetë 500 euro. Dhe do të jetë një pagë që do të vazhdoj të rritet brenda mandatit 4 me objektivin ambicios që deri në fund të këtij mandati paga minimale në Shqipëri të jetë 700 euro. U fol këtu për një falje të madhe, është e vërtetë. Është një falje e madhe që përmes pagjes fiskale do t'i bëhet të gjithë sipërmarrjes, duke i dhënë mundësinë që të mbyll të gjitha çështjet e vjetra, duke ushqyer më tepër besimin dhe bashkëpunimin ndërsjellë me sipërmarrjes dhe administratës tatimore dhe duke lehtësuar marrëdhënien mes tyre e duke lehtësuar edhe kostot administrative të sipërmarrjeve. Prandaj i ftoj të gjitha sipërmarrjet të lexojnë me kujdes paketën tonë fiskale dhe t'i referohen faljes detyrimeve tatimore që do të bëhet në 4 forma. Fshirje plotë e detyrimeve të papaguara më të vjetra se 10 vite, fshirje 50% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet menjëherë, me fshirje totale të gjobave dhe të interesave, fshirje 25% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet me këste brenda vitit, gjithashtu me fshirje të gjobave dhe interesave, dhe fshirje i gjobave dhe kamatvonesave për periudhën 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi dhe kontributi i asaj periudhe. Kështu, bizneset jo vetëm do të kenë mundësi të lehtësohen nga kjo barë e vjetër, por do të kenë mundësi të korrigjojnë deklarimet dhe pasqyrat e mëparshme financiare. Për diferencën e korrigjuar vullnetarisht mes deklarimit vjetër dhe atij të riu, tatimi i fitimit do të jetë vetëm 5%. Sipërmarrja mund të angazhohet të rrisë me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar dhe çdo fitim mbi këtë nivel do të tatohet me vetëm 5%. Kjo është një marrëveshje e re, një marrëveshje kuptim plot dhe një marrëveshje transparente në funksion të fuqizimit të ekonomisë dhe pa diskutim edhe në funksion të lehtësimit të kompanive e të rritjes së mëtejshme të ekonomisë. Më tutje, dua të them se në ndërkohë buxheti bën edhe një rritje tjetër domethënëse të pagave,
pasi rritja e pagës minimale nuk është vetëm një rritje e pagës minimale në vetvete, por është edhe një shtytje nga poshtë lart për të rritur pagat më sipër. Dhe faktikisht duhet kujtuar se e filluam me përjashtim nga tatimi mbi pagën i atyre që kishin pagë minimale 300 euro. E vazhduam më pas me ata që pagën minimale e morën 400 euro dhe sot do ta vazhdojmë me ata që pagën e kanë 500 euro, që përbëjnë rreth 35% të punësuarve. Paga minimale në Shqipëri, kur ne morëm detyrën, ishte vetëm 157 euro. Ajo sot shkon në 500 euro dhe në ndërkohë duhet ta mbajmë mirë parasysh se pesha e të punësuarve me pagë minimale në tregun e punës ka rënë nga 60% në 14%, gjë që tregon një rritje të vazhdueshme drejt pagave më të larta.